Duke filluar nga data 26 mars 2026, nga veriu drejt jugut dhe juglindjes së Evropës do të depërtoj ajër shumë i ftohtë i pazakont për këtë periudhë të vitit. Kjo do të shkaktoj formimin e një sistemi të thellë ciklonik mbi gjirin e Gjenovës, i cili më pas do të shtrijë ndikimin e tij në të gjithë gadishullin ballkanik, përfshirë edhe vendin tonë. Si pasoj priten rreshje të dendura shiu dhe bore, krijim i shtresës së konsiderueshme të borës, erëra të ftohta dhe rënje ndjeshme e temperaturave. Në vendin tonë të enjtën në orët e vona të ditës dhe gjatë natës, drejt së premtes, fillimisht në zonat perëndimore dhe më pas në pjesën më të madhe të vendit, do të ketë rreshje shiu, her pas here intenzive dhe të rrëmbyeshme, të shoqëruara me bubullima të rralla. Do të fryjë erë e përforcuar, her pas here fort nga jugu dhe juglindja, që lokalisht mund të kaloj 60 km/h. Në disa zona, këto procese mund të marrin formë stuhish. Rreshjet mund të arrijnë mbi 25 litra për metër katror. Për shkak të rënies së temperaturave, në zonat malore dhe në lartësi mbi 1000 metra do të ketë rreshje bore, ku pritet të formohet shtresë mbi 15 cm. Ekziston mundësia që veçanërisht në pjesët perëndimore dhe veriore të vendit, kufiri i borës të zbresë edhe në 1000 metra, duke sjellë rreshje bore dhe në vendbanime më të larta.